Ju vitet e fundit keni qenë mes Britanisë dhe Shqipërisë, natyrisht duke keni pa çështjet dhe në sfondin e studimeve tuaja, ku Kosova është kryefjala, dhe proceset shtetformuese atje, dhe dua ta filloj pikërisht me këtë gjë, për shkak se kemi një krizë atje e cila zgjat prej një vit, mos gaboj, e pak, e cila ka prodhuar disa palë zgjedhje, por pa gjendur ende Deus ex machinën, e cila natyrisht është shumë e rëndësishme për situatën ku ndodhet Kosova dhe rajoni në këto momente. Mund ta thoni diçka më tepër, ju e keni parë më ftohtë ndoshta edhe në pikpamjen studimore këto zhvillime. Unë kam vite që merrem me Kosovën, edhe kam parë shumë dokumente, kam biseduar me njerëz, kam lexuar rreth proceseve politike, historike që kanë ndodhur aty, paktën qysh pas viteve 90. Dhe kam arritur në një përfundim i cili më duket i thjesht, por besoj që shpjegon thelbin e krizës në Kosovë. Mendoj që Kosova ka dy ndasi, të cilat po e pengojnë të ecë përpara. Ndasia e parë është mes shqiptarëve dhe serbëve, rreth shtetësisë Kosovës. Serbët nuk e pranojnë Kosovën si shtet pavarur, nuk e pranojnë serbët që jetojnë në Kosovë, nuk e pranojnë Serbia. Është politikë zyrtare e Serbisë, sigurisht serbët që jetojnë në Kosovë në shumicë ndjekin politikën zyrtare të Beogradit. Dhe ne kemi pasë se si në vijimësi ata janë rreshtuar pas qeverisë së Beogradit në raport me Kosovën. Kjo është ndasi historike, e cila mbetet aktuale, fatkeqësisht, edhe nuk është e kaluar. Arsye sepse meriton një debat shumë të madh dhe thellë, po ndoshta mund të kemi kohë pak më vonë ose në një rast tjetër. Dhe ndasia e dytë që është pak më problematike në kuptimin që nuk është prit që të ketë këtë efekt, është ndasia mes shqiptarëve. Pra, kjo ndasi ose kjo qarje mes shqiptarëve, përkundër ndasisë parë që sillet rreth shtetësisë Kosovës, kjo e dyta sillet rreth natyrës së shtetit Kosovës. Pra në njërin anë kemi të vetëvendosjen, një lëvizje e lindur pas luftës, si përgjigje e nevojave të kohës për të vetëdijsuar shqiptarët për gjendjen se ku ndodheshin, për proceset të cilat priteshin të fillonin, pra negociatat për përcaktimin e statusit final, dhe natyrën e shtetit, dhe krahun tjetër të luftës, por edhe LDK-n, pra të lëvizjes së rezistencës paqësore, e cila është investuar në hapat e parë të formimit të shtetit Kosovës, është investuar jashtëzakonisht shumë, me sakrifica të mëdha, veçanërisht UÇK-ja ose leadershipi, udhëheqja e luftës, dhe LDK-ja në hapat më të hershëm gjatë viteve 90, dhe sigurisht kanë bërë kompromise që kanë qenë të vështira, të dhimbshme, gjithsesi sa i përket Pakos Ahtisaari, ku serbët gëzojnë drejta të zgjeruara në nivel qendror, vendor, ku ruhet një lidhje organike, politike dhe financiare mes serbëve të Kosovës dhe Serbisë, dhe natyrën e shtetit Kosovës. Ju e dini, Pakos Ahtisaari, themeli shpalljes pavarësisë së Kosovës, e përcakton ose e definon shtetin e Kosovës si një shtet multietnik. Pra, për ndryshe nga ëndrat e shqiptarëve, ose për ta bashkuar Kosovën me Shqipërinë, ose për ta shpallur Kosovën si një shtet shqiptarëve, ndërkombëtarët ndërhyn vitin 1999 edhe mandej u angazhuan ato proceset e gjata shtet ndërtuese dhe përcaktuan Kosovën si një shtet të gjitha grupeve etnike. Mirë po, kjo ndasi rreth natyrës shtetit Kosovës tani po ha probleme, sepse vetëvendosja nuk e ka pranuar këtë koncept, apo jo, konceptin e shtetit multietnik Kosovë, edhe të serbët të cilët kanë drejta të zgjeruara dhe mbajnë ato lidhjet politike financiare, pa diskutim problematike me Serbinë, ndërsa udhëheqja e UÇK-s dhe leadershipi i LDK-s, i Iliridin, bën ato kompromiset sigurisht të dhimbshme, e thonë edhe ata vetë, e thonë edhe dokumentet, por që ishin nevojshme në kontekstin kur diskutojmë për ta shpallë pavarësinë pavarur. Tani, pas pavarësisë, kjo ndasia ka dalë në sipërfaqe dhe ka kriju këtë ngërqin, përtes fondit historik mes vetëvendosjes dhe krahut tjetër politik ose elitës tradicionale politike. Po nuk mendoj që është sfondi historik apo sfondi
kushtetues apo ndasi të tjera të cilat janë përcaktuese të zhvillimeve politike